zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Është edhe një kërkesë, një letër që ne si Parti Demokratike e Kosovës e kemi pranuar nga kryetari i Partisë Nisma Social-Demokrate zoti Limaj, e kam mik, kam punu gjatë me to, kam vlerësim shumë pozitiv për zotin Limaj, është diskutuar në Partinë Demokratike të Kosovës, është qëndrim i përgjithshëm, pjesa dërmuese e anëtarëve të kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, që e presëm edhe mirëpresëm kontributin e zotit Limaj të nismes social-demokrate që në këto zgjedhje do t'japin Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe jemi bindur që kjo përkrahje do të reflektoj në rritjen e votës për Partinë Demokratike të Kosovës edhe si rezultat i këtij angazhimi. Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen, në proceset e rregullta të mbrëmshme zgjedhore, është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Se përket garimit në këtë listë, është qëndrim i përgjithshëm që fillimisht do të ndodhë një përkrahje për Partinë Demokratike të Kosovës, në vullnet i mirë nga una nisme social-demokrate dhe pastaj në zgjedhjet e ardhshme ne do t'i trajtojmë kur të vinë ato në mënyrë më të duhur që është e nevojshme. Po kësaj radhe, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk ka vështimi të qartë se pyetja është prej juve, pritjet janë këtu. Përndryshe për hir të korrektësisë. Emrin e vet, ju keni pa letrën. Zoti Limaj nuk e ka vendosur që on do të jem pjesë edhe kërkoj me qenë pjesë e listës demokratike të Kosovës. Nuk ka qenë kjo kërkesë.